nëse ne do të dënohemi për ato që kemi bërë kundër Zotit. Ne kemi fyer Zotin. Kemi rebeluar kundër Tij. Nëse do të dënohemi për to, Biblia na thotë që meritojmë një vend, ndarje të përjetshme nga Zoti, që është ferri. Me veprat e mira është e pamundur të zhbësh të gjitha ato që ke bërë. Vetmja zgjidhje që Zoti jep është ti s'mund të paguash vetë, ndryshe do të shkosh në ferr, por unë të jap një mundësi, të jap një dhuratë. Unë do të vi në tokë si njeri, do të mishërohem, do të jetoj si ju, por një jetë të shenjtë, në mënyrë që unë të mund të zvendçohem me ju. Por edhe sikur një njeri ti ishte mjaft i shenjtë, mund të zvendçohej vetëm me një njeri. Duhej që ky person që do të lindte të ishte Zot, të ishte vetë Perëndia që të mbante mbi veten e vet mëkatin e gjithë njerëzimit. Dhe vetë Krishti u dënua në kryq për mëkatin tim dhe për mëkatin tënd. Para shumë vitesh, unë e bëra këtë zgjedhje. U binda që Krishti vërtet është Zoti që fal mëkatin tim. U pendova për mëkatet e mia dhe ja dhash jetën time atij.